Tani ne kemi pa lista, për shembull L1 mund ta shkoni ju, Ardi, mund ta shkruash këtu poshtë, L1 për shembull me vlerën Apple presje banana. Edhe shtyp enter. Çka kam të L1-shi është kjo lista. Pra për të krijuar një listë përdoret data katrore. Dhe lista është një listë me gjëra të ndara me presje. Edhe këto gjëra janë, si thua, kanë një pozicion, kanë një vendodhje. Për shembull, Apple ndodhet në vendodhjen 0 ose në pozicionin 0. Banana ndodhet në pozicionin 1. Për shembull, nëse shkruaj L1 0, çka kam të lista në pozicionin 0, do thot Apple. Nëse shkruaj çka kam të lista në pozicionin 1, do thot banana. Pra identifikohen me anë të pozicionit ku janë vendosur në listë. Se janë sipas radhës, e para është Apple, e dyta është banana, e kështu me radhë. Tani bëj këtë D1 me vlerën, me stapa gjakrushe dhe bëj A, 2 pika, Apple. Presje, B, 2 pika, banana. Tani çka kam tek D1-shi? Kam këtë strukturën. Tani kjo është si puna e listës, vetëm se këtu nuk identifikohen me pozicion, po identifikohen me anë të kësaj që quhet key ose çelës. Dhe nëse unë them çka kam tek këtu. Tek D1 A, tek çelësi A kam Apple. Nëse e nxjerr me shikjetën lart dhe i them çka kam tek çelësi B, ose në pozicionin me emrin B, kam banana. Pra këtu identifikohem me anë të një emri, domethënë A-ja ka lidhje me Apple, ose B-ja ka lidhje me banana. Kjo quhet dictionary në Python, në gjuhën e Pythonit. Prandaj kam quajtur D1. Dictionary si punë, domethënë që ke një fjalë dhe pastaj ke sqarimin. Ke një fjalë, ke sqarimin. E kështu me radhë. Tani këtë dictionary ne mund ta përdorim për të bërë një zgjidhje tjetër të këtij problemi. Po para se të kalojmë tek ajo, në vend që të them për shembull D1, çka kam në vendin A tek dictionary D1, mund t'i them edhe D1.get me vlerën që ndodhet tek A-ja. Pra, ky funksioni get i fjalorit D1 më kthen atë vlerën që ndodhet tek A-ja. Mund t'i shtoj edhe një vlerë tjetër këtu në këtë dictionary, duke bërë për shembull D1 pra, nëse i them e bëra gabimin këtu, D1 Apple. E bëj edhe një këtë me O, jo me A, po me O. Pra nëse i them çka kam tek D1 O, këtë duhet me pojnë këtu. Më thot orange. Nëse shkruaj çka kam tek D1, shikoj që kam Apple, banana dhe O për orange. Po t'i kem prapë D1.get këtu. D1.get O. Më thot orange. Po nëse i them për një fjalë që nuk ekziston, për shembull D1.get X. X-i nuk është në listë, kjo s'nje pas një rezultat. Po, nëse i them
këtu I jap një vlerë default. Pra, nëse x-i nuk ekziston, nuk ka vlerë për x-in, atëherë kthej këtë vlerë, false. Ose mund të them, nëse e nxjerr në shigjet nga, dhe një piket x, pra, nëse përpiqem të marr vlerën që ndodhet tek qelsi x, dhe nuk ka vlerë të tillë, atëherë ajo më kthen këtë argumentin e dytë që jap funksionit get. Në këtë rast ishte false, në rastin e dytë është nuk ekziston, atëherë më kthen këtë nuk ekziston. Por nëse e bëj për shembull D1 me këto llapat katrore, që them që çka kanë në pozicionin x, pra kjo më jep gabim. Kurse funksioni get më kthen këtë vlerën. Ose asgjë, nëse nuk kam caktuar asgjë. Tani, kjo ishte dictionary, po krijoj një skedatori D007.1.y, them save D007.1.y. Këta dyreshat e parë mund t'i kopjoj kështu si qanë, po mund edhe t'i shkruaj. For underscore in range bëj. Kjo është int input. Tani, nga skedari tekst, lexojmë një shkronjë. Për shembull mund ta quaj C për karakter, lexoj një karakter, input. Dhe këtu mund ta printoj C, print C, sa për ta testuar. Ctrl C, save. Kaloj te terminali, D007.1.y. Thjesht më kthen shkronjat që lexon. Tani do bëj zgjidhjen. A vi kombi? Dakor, s'ka gjë. Tani, nëse ngelesh këtë diçka, kalo të tjetra sepse ngelesh shumë bravo. Bëj këtë D007.1.y dhe shkruaj. Ose detyra 7.1.y, siç e ke vërtet. Po. E teston, tani këtë do ta komentojmë. Këtë printin do ta komentojmë, para se të bëj forin do krijoj një dictionary. Dhe përqoj shift me vlerën, atë klapën e lakuar, dhe këtu poshtë e mbyll, dhe këtu vendos vlerat e dictionary. Të fjaloj B, 2 pika, battleship. Pastaj presin, pastaj në poshtë C, 2 pika, cruiser, presin, D, 2 pika, destroyer, presje, pas kemi dhe F, 2 pika, Figate. Tu tani nuk I bën presje, në fund se ky është elementi I fundit. Pra, kjo presja ndan elementet nga njëri tjetri, këtu s'ka presje, këtu në fund. Tani që kam këtë fjalorin shift,
unë mund të them që më jep vlerën për B, më jep vlerën për C, më jep vlerën për D. Vetëm se këto, pra mund ta bëj zgjidhjen kështu. Print shift C. Pra, lexoj këtë karakterin C, të shkronjën që mund të jetë ose B, ose C, ose D, dhe marr vlerën në fjalor, vlerën përkatëse për këtë shkronjë, këtu e kam përgatitur, dhe printoj këtë vlerë. Tani, ka një problem, se kjo shkronja mund të jetë e madhe, mund të jetë e vogël. Atëre, e kthej, edhe po të jetë e madhe, e kthej në shkronjë të vogël, duke bërë këtë C pick lower. Pra, ky funksioni lower e kthen në shkronjë të vogël. Dhe mund ta testoj këtu. Për shembull, kam A të madhe, por nëse them A e madhe pick lower, më kthen A të vogël. Ose kam ABC e madhe, nëse kam ABC pick lower, më kthen në shkronja të vogla. Po nëse ka një shkronjë të vogël, s'ka rëndësi, pra ajo e kthen në shkronja të vogla. Pra nuk është thënë që gjitha janë të mëdha dhe ajo të jetë e vogël. Edhe po që e vogël e lë shkronjë të vogël. Atë te kjo C-ja lexoj atë shkronjën që është tek inputi, C pick lower e kthej në shkronjë të vogël, edhe po që është shkronjë e madhe dhe marr vlerën përkatëse nga ky fjalor dhe e printoj. I them save dhe e testoj. Po që para në mbylla këtë kapën një, pra kapën ase, pra kapën ndukse dhe pastaj I vendos në mes. Shikoja dhe vazhdoj shpejt që të hapësira të vetë. Dakor. Tani, shiko të vëllazër. Këto I thasë, këto në ndukse, dhe presin, dhe thonë këtu bëj fjalë. E provuar? Bëjtës mos e ketë këtë jo, lësë të tani, do të bësh me nxjerrë një që të lartë të është d/d007.txt. Teku d007.txt. Jo. Tu do të bësh këtë d flash edhe jam një mesaj. Do të thënë p007.txt që do të në direktorisë d. Pikë. Po është dhe, po është dhe një d. Po, në rejtë. Tani, këtë cën ne thjesht e përdorim për të lexuar inputin. Në vend të kësaj cës këtu mund të bëjmë input direkt, edhe ta fshim të reshin. Atëherë e bëjmë këtë input. Me input lexojmë atë reshin, pick lower, edhe I fshim këto dy reshtat e mëparshme. Unë të kaloj direkt tek zgjidhja. Input lexon reshin, pick lower e kthen në shkronja të vogla, pastaj marr atë vlerën përkatëse për këtë shkronjë dhe e printoj. I bëj save dhe e provoj. Dakor. Tani bëj print
edhe atë që është me pllaka. Në fort. Po, shija ato dy. Në këshim komente tonë në pllaka. Jo, edhe shija. Befrin. Aplan të pllaka. Aplan. Edhe atë brenda ships, pllaka katrore. Atë beto katërta. Po, do bësh një ships. Po. Do bësh një këtë, pastaj pllaka katrore. Pastaj kopata i poter pllaka trampin. Po. Bëjlës ta shikosh një që ose mund të parasysh. Bëjlës të. Po. Tani për Python 3. Tani shikojmë këtë problemin tet. Shihni? Detyra është një pikë. Po, po shoh të tekstat. Po bëj një këtë, pastaj të listës. Po, Python 3 detyra 7.1.2. Pastaj lexoj kodin nga pastaj shenja në vogël që lexon edhe inputin e këtë detyra 7.1. Pik teksta. Okej, në rregull. Tani kalojmë tek problemi 8. E lexojmë radhën e kaluar. Pra, këtu kemi dy raste testimi. Rasti i parë është ky, rasti i dytë është ky. Në rastin e parë kemi 5 pjesëmarrës në olimpiadë dhe pikët e tyre janë këto. Dhe do fitoj ai që është në vendin e parë. Mirë po, po të shikojmë, në vendin e parë është ai që ka 5, por janë 2 me 5, kështu që do jenë 2 fitues që do kalojnë në raundin tjetër. Kështu që përgjigja për këtë rast do të jetë 2, përgjigja e saktë. Këtu kemi 6 pjesëmarrës, kemi këto pikë. Do kalojnë në raund tjetër 4 më të mirët, që kanë marrë më shumë pikë. 4 më të mirët janë këta. Pastaj ai pasardhësi ka më pak pikë se sa i fundit, kështu që vetëm 4 do kalojnë në raundin tjetër. Atëherë fillojmë me input .txt. Krijojmë një skedatëri d008.txt. Save d008.txt. E kopjojmë inputin, Ctrl+C, e vendosim, Ctrl+V, i bëj prap save. Hap një skedatëri, D008, save, Ctrl+C, D008.py. Atëherë, e para do lexojmë numrin e testeve, dhe do bëjmë një cikël, një loop që përsëritet kaq herë. For v post in range
2 pika, bëj input. Tani, do lexojmë testin e parë. Testi i parë ka 2 rreshta. Në rreshtën e parë kemi 2 numra. Atëre, N është numri I pjesëmarrësve dhe K është numri I atyre që do kalojnë. Baras, input, split, po do t'i kthejmë edhe në numra integer, kështu që do bëjmë map input split. Pastaj kemi pikët, që është një listë, kështu që është një listë me numra, do të bëjmë listë map input split. Printojmë numrin e pjesëmarrësve dhe printojmë nën dhe kën. Printojmë edhe pikët. I bëj save dhe e testoj. Pas kam qëtu me D unë gabimisht, D, ok, s'ka gjë, D. Python 3, D008.py, e lexojmë inputin nga D008.txt. Edhe në pikton nën dhe kën, edhe listën e numrave, pastaj nën dhe kën dhe listën e numrave, testi tjetër. Ashtu thosh? Tani, I komentojmë këto të dyja dhe do bëjmë zgjidhjen. Tani, pikë të pari do t'i rendisim këto pikët, po do t'i rendisim në rendin e fundit. Kështu që kemi këtu pikë sort. Kjo e rendit nga me e vogla tek më e madhja. Nëse I shtojmë edhe reverse, true, atëre e rendit nga më e madhja tek më e vogla. Tani, do përtojnë një cikël while. Cikli while me një kusht edhe ato instruksionet që ndodhen brenda ciklit while që përsëriten aq kohë sa kushti jetë I vërtet. Pra, përderisa ky kusht është I vërtet, bëj këto gjërat në poshtë. While, këtu do bëjmë një kusht, thjesht po e bëj si shembull, kusht, pastaj kemi bëj këtë, pra këto tre gjëra do përsëriten aq kohë sa kushti është I vërtet. Kur kushti nuk është më I vërtet, atëherë mbaron përsëritja. Mbaron përsëritja e ciklit while edhe kalohet tek programi kalon te instruksioni më poshtë, pas ardhmë. Atëherë kush është kushti që do bëjmë? Do shikoj pikët K
k është e barabartë apo jo me pikët k minus 1. Nëse pikët k është e barabartë me pikët k minus 1, atëherë do ta shtoj k me 1. Tani, po marr një shembull. Po marrim 8, 7, pasi janë renditur, 6, 5, 2, 1. Dhe k-ja është 4. Pastaj kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-ja është 8, kemi 8 pjesëmarrës dhe 4 prej tyre do kualifikohen. Atëherë, meqense I kemi renditur nga më I madhi tek më I vogël, 4 parat do kualifikohen. Përderisa k-ja është 4, atëherë 4 parë do kualifikohen dhe normalisht duhet të printoni 4, që 4 veta do kualifikohen. Por ne krahasojmë atë që është në pozicionin k, pra ky është pozicioni 0 I kësaj liste. Ky është pozicioni 1, pozicioni 2, pozicioni 3, pozicioni 4, pozicioni 5, pozicioni 6, pozicioni 7. Nga 0 deri në 7 janë 8 numra. Atëherë krahasoj atë që është në pozicionin k, që është 4. K-ja është 4. Atë që është në pozicionin 4 e krahasoj me atë që është në pozicionin 4 minus 1, që është më përpara. 4 minus 1 është në vendin e 4, sepse fillon nga 0. 0, 1, 2, 3. E krahasoj me këtë. Nëse janë të barabartë, atëherë k e shtoj me 1. K-ja më bëhet 5. Pastaj përsëritet prapë cikli while. Bëj prapë të krahasimin këtu. Krahasoj atë që është në pozicionin 5, tani pozicioni 5 është këtu. Atë që është në pozicionin 5, që është k-ja, me atë që është në pozicionin 5 minus 1, që është pozicioni më pashëm. Krahasoj këtë me këtë, prapë është e barabartë, vi këtu, shtoj 1 kës. Pra k-ja shtohet me 1, bëhet 6. Vi prapë të kushti, while, bëhet prapë kushti, krahasoj atë që është në pozicionin e 6, që është dyshit, me atë që është në pozicionin 6 minus 1, që është 1 më përpara. Janë të barabartë? Jo, nuk janë të barabartë. Atëherë, ky kusht nuk është më I vërtet dhe while ndërpritet. Edhe kalojmë tek instruksioni më poshtë. Edhe instruksioni poshtë thjesht printon k-n. Pra 6 veta do kualifikohen. Atëherë, instruksioni pasardhës është print k. I bëjmë një save edhe e provojmë. Këtu të duhet një I. Besë. Provojmë. Okej, e kemi pikë. Okej, jemi rregull. Tani bëj dhe këto më poshtë. Dhe komentoj ato print në kërë e Po, komentoj ato dhe bëj këto. Po pak shpejt se ne mbaruam. Care sunt braba cam pe șpidi câte ce te ajung braba. Să nu sunt umana să se faci, nu mai cease virtuali ato de lawyers. Nu mai cease. Să vii psa.
Kurse atë tjetër që ishte si një prezantim personal. Agi, I sjedem pastaj e përmbarë këto shpejt sepse jemi brata. Në rregull. Pikët fiksor. I rëndisim pikët, po I rëndisim në krahun e kundët, krahun e madhe tek më e vogla. Këtu nuk e di, e provuar këtë se kem provuar, mos e kam provuar, sepse ka një gjë, nuk e kem për tamam akoma. Ka dhe një gjë, dhe për ta kuptuar tamam, do të ku është problemi, se ka një problem kjo, po këto teste që kemi ne nuk e nxjerrin këtë problem. Do shtojmë dhe një test tjetër. Po shtoj këtë numrin e testeve, po e bëj 3 dhe këtu po jap për shembull 5, do kualifikohen 2, pastaj. Dhe numri pikëve është 3. Pra janë 5 veta, të 3 kanë marrë 3 pikë. Nga 3 pikë secili. Kështu që ideja që duhet të kualifikohen të 5. Tani I bëj save dhe e testoj prapë. Shikoni që këtu na nxjerr një farë problemi, kemi një farë problemi këtu. Pra ka diçka ai programi që nuk është shumë në rregull. Në disa raste nuk punon tamam. E testuat, e provat? Thomas e provat? Po, çfarë është ajo list index out of range? Se nxjerr një error, index error, list index out of range. Si mendoni? Veçëm se nuk pritet, nuk parë se sa të mbarojnë ajo inputit, nuk e lexova. Po, ja po e marr konkretisht, sa ta shkruaj në Ardi atë. Ardi do të shkruaj, nxito pak. Po shikojmë konkretisht këtë rast. Atëherë kemi 3. Kemi 5, 2. Atëherë k-ja është 2. Vim te kushti y. Krahasojmë pikët k me pikët k-1. Ku është pikët 2? Kush është pikët 2? Pikët 2 është kjo këtu. Sepse kemi 0, 1, 2, 3, 4. Pra, indekset janë këtu da. Pra, pikët 2 është kjo këtu. Është e barabartë me pikët 2-1? Po. Atëherë e shtojmë këtë me 1. Këja bëhet 3. Vim prapë te kushti. Krahasojmë pikët 3 me pikët 2. Pra, a është e barabartë pikët 3 me pikët 2? Po. E shtojmë këtë me 1. Këja bëhet 4. Vim prapë te y dhe kontrollojmë kushtin. Pikët 4. A është e barabartë pikët 4 me pikët 3? Po. Atëherë e shtojmë këtë me 1, bëhet këja 5. Bëhet këja 5 dhe vim kontrollojmë prapë kushtin. Tani kemi pikët 5. Po ku është pikët 5? Pikët 5 është jashtë liste. Bie jashtë liste. Në këtë moment ajo tenton të krahasojë, domethënë ne kemi programit që të krahasojë një gjë që nuk ekziston, se është jashtë liste, lista këtu mbaron. Me këtë të fundit të listës. Tu është problemi. Dhe në momentin që ajo tenton të marrë vlerën e kësaj pikët 5, aty ndodh një gabim sepse thotë nuk ekziston kjo në listë. Atëherë çfarë do bëjmë? Përpara se të bëjmë këtë krahasimin, do vendosim edhe një kusht tjetër që ky while I cili do vazhdojë derisa k-ja të jetë më e vogël se sa n-ja. Pra, n-ja është numri I elementeve në listë. Dhe ne para se të krahasojmë që pikët k është e barabartë me pikët k-1, në fillim përpara kësaj do krahasojmë që k-ja është më e vogël se n. Nëse k-ja është e barabartë me n, që në këtë rast është 5, atëherë ne kemi dalë jashtë listës, kështu që e ndërpresim y do të pritet vetë. Kështu që këtu do krahasoj k-ja. Të me pikturin dhe spotat. Pra, mund ta bëj kështu ose mund ta vendos këtë kushtin veç edhe këtë kushtin. Pra, kemi 2, po, nuk do të këtë sepse do të fshim këtë.
Pra, I dhëm këtë kushtin përpara, këja me vogël se 9 dhe pikët atëre në momentin që këja bëhet e barabartë me 9, ky kusht nuk plotësohet. Dhe meqense ky kusht nuk plotësohet, I gjithë ky kusht I përbërë, kushti I përbërë nuk plotësohet, edhe while ndërpritet që këtu, që në këtë moment, pavarësisht që të krahasoj të bëj këtë krahasimin këtu që na nxjerr gabimin. Dhe nëse I bëjmë save dhe e provojmë tani. Çandër. Del poshtë. Tani nuk nxjerr më gabim, tani është në rregull. Kjo shkrim të është jashtë tualit, dhe I save andosër. Testar. Ok, rejtë. Tani kalem tek Linuxi, do fillojmë me skriptet. Në bashkë, do fillojmë me disa skripte të thjeshta. Unë them që të përdojmë njerë editorin Vim, që të përsërisim me disa komanda për të tërë programe dhe pastaj do përdojmë editorin Nano, që është pak më I thjeshtë. Vim është më I fuqishëm, po është pak më I vështirë, Nano është më I thjeshtë. Është më I thjeshtë, se I bëra unë shpive. Në rregull. Atëre, po shkruaj një program Vim, hello.sh. Në apet një seda që është bosh, bucket është bosh. Tani, që të shkruajmë diçka këtu, do të shkruajmë I, do të bëjmë I që të bëjmë insert dhe pastaj shkruajmë. Atëre shkruaj I, edhe filloj me këtë thurje, pikë / bin / bash enter. Kur shtyp enter, më del vetë ky komenti, e fshi këtë komentin dhe bëj një rresh bosh dhe bëj echo hello world. Shkoj në fund, shtyp enter, bëj echo. Tani, në këtë moment e kam shkruar, por nuk e kam ruajtur. Që ta ruaj, bëj një escape që të kaloj në ato të komandave dhe pastaj bëj 2 pika right. Pra, këtu bëj escape, shkruaj 2 pika W për t'i bërë save edhe enter. Edhe këto që hello.sh nuk u shkrua. Dua që të dalë tani nga programi që ta testoj. Bëj 2 pika edhe që. Pra, për të dalë nga programi, bëjmë 2 pika që. Quit. Edhe enter. Edhe dola nga programi të vinë. E kontrollojmë me cut, që ta shikojmë çfarë përmbajtje ka. Cut hello. Është programi me dy rreshta. Tani, kjo që ja këtu në rreshtën e parë, quhet hash ose sh, edhe kjo pikë dritka që është ban, edhe kjo sh ban. Edhe mbas kësaj vin programi që do ekzekutoj këtë skript.
Pra, ne ja themi brenda skriptit se me cilin program do ta ekzekutoj këtë skript. Pra, do përdori Bashin për të ekzekutuar komandat që ndodhen në këtë skript, sepse janë komanda Bash. Tani, si ta ekzekutoj? Nëse shkruaj për shembull hello.sh, përpiqem ta ekzekutoj. Kjo thot command not found. Pse thot command not found? Sepse Bashi, kur ekzekuton një komand, kërkon të kjo ndryshorja path. Kjo ndryshorja path mban një listë me direktori, të ndara me 2 pika. Për shembull, kjo është direktoria e parë, kemi 2 pika, kemi direktorinë e dytë, kemi 2 pika, direktorinë e tretë, e kështu me radhë. Atëherë, nëse unë i them komanda është hello.sh, ekzekuto komandën hello.sh. Çfarë bën? Shkon te direktoria e parë dhe shikon, ka hello.sh aty? Jo. Shkon te direktoria e dytë, ka hello.sh aty? Jo. S'është aty komanda. E kështu me radhë të gjitha direktoritë, nuk e gjen asnjë nga ato direktori. Atëherë, që ta ekzekutojmë këtë, ose duhet të shtoj këtë direktorin ku ndodhen tek lista e pathit, ose është një mënyrë tjetër që t'ja tregoj pathin se ku ndodhet. Atëherë, unë i them që kjo hello.sh ndodhet në direktorin ku jemi. Tani, meqense ja kam treguar pathin se ku ndodhet kjo komand, atëherë ajo s'kërkon tek kjo lista e direktorive të gatshme, po e kërkon këtu tek ky path që i kam dhënë. Pathi është // që do të thonë direktoria ku jemi, direktoria ku ndodhemi. Dhe përpiqet që ta ekzekutoj si komandë. Por më thot permission denied. Kush e gjen? Pse? Pse thot permission denied? Po të bëjmë LSL, do shikojmë që ky skedar hello.sh ka permission read write, po jo execute. Për pronarin. Po kështu edhe për grupin e të tjerë. Po ne jemi si pronari, ne që e krijuam, ne jemi pronari i skedarit. Pra nuk e kemi të drejtën X, execute për këtë skedar. Atëherë, çfarë duhet bëjmë? Duhet t'ja të drejtën X. Si e ja të drejtën X? Me çfarë komande? Komanda është chmod, change mod plus X. E shikojmë edhe një herë. Kjo plus X ja jep të drejtën execute edhe për pronarin, edhe për grupin, edhe për të tjerë. Pra është i ekzekutueshëm për të gjithë. Pra nuk e specifikojmë. Po. E shikojmë edhe një LS-L, edhe shikojmë që tani ka të drejtat e ekzekutueshme. Bëjmë change mod plus X hello.sh ls minus Po, tani e provojmë edhe njerë me shikjetën lartë të // hello. Tani ky ekzekutohet, pra ekzekuton komandën e parë, echo, ekzekuton komandën e dytë, echo, edhe ky është rezultati i programit. Tu kemi echo. Komanda është echo. Po, e kam patur. Dhe unë është e parë kemi të të vede një? Tani, shikojmë edhe i që të kjo shëndan.
Tani, kjo nuk është specifike vetëm për Bashin, edhe për programe të tjera. Për shembull, edhe skriptet Python që po shkruajmë ne, për shembull, këtë skript të marrën, po marrë këtë fundit që bën. Unë e quajta 2008 L. Unë e quajta gabimisht me D, po s'ka rëndësi. Tani, po e hap këtë programi, mund të hapë edhe me Vim. Nuk ka rëndësi, D008.py. Dhe këtu është programi që sa po bëm. Tani, shkruaj O e madhe, që të hap një skedar, që të hap një reshtëri si për reshtë të ndodheni. O e madhe. Dhe poshtë asaj, do më thënë aty të kjo do vendos të shet bank edhe usr bin Python 3. Tani nuk jam i sigurt, a është ky pathi i sakt, ja sa ta kontrolloj. Një sekond. Escape, right click, which Python 3, usr bin Python 3. Po, ky është. Pra, bëj edhe një O e vogël që të hap një rreth bosh, escape, 2 pika, right. 2 pika, right. Tani, qa i kemi bashkë me këtë? I kemi që ky skript, ose ky program, ekzekutohet me anë të kësaj komande. Dhe tani që shtova këtë, mund ta bëj të ekzekutueshëm këtë dhe ta ekzekutoj direkt. Atëre, po dalë, dhe do ta bëj këtë të ekzekutueshëm. E nxjerr në shigjetën lart të komandën vim dhe bëj change mode +x. Tani mund ta ekzekutoj me d008.py dhe inputin e lexoj nga d008.txt. Dhe programi ekzekutohet. Pra, tani unë s'kam nevojë të them Python 3 këtu përpara, sepse ja kam thënë në krye të skedarit që ky skript ekzekutohet me Python 3. Edhe thjesht e ekzekutoj këtë si një komandë. Aty bëj thurje, piqëllice, / usr / bin. Vënd bosh, Të shkëpërshë. / Python 3. Po, është thurje piqëllice, jo piqëllice thurje. Në më thënë, editoj edhe një këtë programi, po, d/008. Tani bëj escape, 2 pika, w. Një sekund, po, tani bëj i, e ke bëj i, po, thurje piqëllice, escape, 2 pika, w. WC, 2 pika, WC. Right dhe quit. Tani, në shqipjet ka, prove edhe një. Tani, kjo që i dam ne, nëse e kemi një direktori tjetër, s'është nevojë të kemi x/. Dhe po i kam d/, prap i kemi treguar që bëhet në këtë direktori, ja kemi treguar pathin. Dhe kur i tregojmë pathin, ajo nuk kërkon tek lista e direktorive të para caktuara. E kërkon në atë direktori që i kemi ne. Po, edhe Thomas, mund të kemi direkt t/ është e njëjta gjë. Po vetëm në rastin kur ndodhet në direktorinë ku jemi, do të kemi /, që ta kuptoj që do ta kërkoj në këtë direktori ku ndodhemi. Po,
tani ekzekutojmë pik slash T008.y realizojmë inputin nga T008.x edhe tani këtu s'kem nevojë t'i themi Python 3 sepse e ka këtu brenda, e ka në rreshtën e parë që kjo vin. Po. Tani apim edhe një hello.sh. Vim hello.sh dhe do t'i bëjmë një modifikim të vogël. Me shigjet lart shkoj tek rreshti i kusht e parë dhe këtu shtyp x që të fshi këtë thonjzën, shtyp x që të fshi thonjzën. Pra, e fshim këtë thonjzën me x, po aty do të shkojmë një të thonjza. Pastaj lëviz me shigjet dhe shkoj tek fillimi i rreshtit ose mund të shkoj 0 të shkojmë fillim të rreshtit, 0. Pra, pas x-it, shkoj të rreshtin më poshtë edhe shtyp 0 që të shkojnë në fillim të rreshtit. Tani me DW e fshi këtë fjalën echo këtu. DW fshi këtë fjalën echo, e fshi edhe atë thonjzën me një x tjetër. Me një x tjetër e fshi thonjzën dhe tani mund t'i bëj save kësaj duke shtypur 2 pika right. Pra, 2 pika right, i bëj save. Pastaj, për të dalë, kemi 2 pika q, quit. 2 pika quit. E testoj edhe një pik hello pik sh, edhe do të punoj prap një lloj. Pra, kjo komanda echo mund të marrë edhe, kur është një string me thonjza ndryshe, mund të ketë edhe disa rreshta, mund të jeti përbërë nga disa rreshta. Në këtë rast ne kemi vetëm një echo, po ky argumenti që japim ne komandës echo është i përbërë nga disa rreshta. Kështu që ajo i shfaq të dy rreshta kur bën echo. E provojmë? Po, në rregull. Në rregull. Tani e hapim prap me komandën vim hello.sh. Dhe do bëjmë një ndryshim tjetër. Shkojmë tek me shkjet lart, shkojmë tek rreshti ku është echo, edhe shtyp o e madhe. Priti fshinja këto. Shtyp o e madhe që të hap një rresht më sipër. O e madhe. Aty do shkruaj kat e o f. Pastaj bëj escape që të kaloj tek moda e komandave prap, escape, watch, insert këtu, shtyp G që të shkoj në fund, që të shkoj tek rreshti i fundit. Shtypim G që të shkoj tek rreshti i fundit. Këtu te rreshti i fundit do shtojmë diçka si rresht fundit, kështu që shtyp o e vogël. O e vogël, hap një rresht poshtë. O e vogël. Dhe këtu tek rreshti poshtë bëj e o f. Pastaj shtyp escape prap, shkoj tek rreshti i echo's, mund ta fshi me për shembull 5x, edhe një x tjetër, fshi atë echo, fshi dhe thonjzën. Pastaj pra mund ta bëj 6x, meqense ishte edhe thonjza, që të fshi ato 6 karakteret. Pastaj shkoj tek rreshti më poshtë, shtyp a e madhe me shift, a e madhe, e fshi të thonjzën me backspace, escape, 2 pika right. Tani çfarë kemi? Kemi komandën cut. Dhe komanda cut lexon nga standard input dhe çfarë lexon nga standard output e nxjerr në standard output. Tani me këtë tokën këtu, edhe me këto i themi që në standard input lexo të gjithë rreshtat poshtë kësaj derisa të vi një rresht që ka këtë tokën.
Pra, këto dy rreshta I kalojnë si standard input komandës cat. Pra, I thotë që lexoj inputin të rreshtat e poshtëm derisa të vijë kjo fjala end of file. Po faktikisht kjo nuk është fjalë kyçe, nuk përdorim fund për shembull këtu, nuk është e thënë që të përdorim EOF. Mund të jetë çfarë do lloj fjale, ose çfarë do lloj token, vetëm që të jetë e njëjtë. Kjo këtu duhet të jetë e njëjtë me kjo këtu. Dhe kjo këtu duhet të jetë e vetmja që në rresht. Pra, duhet të jetë në fillim të rreshtit dhe mos ketë gjëra tjera mbrapa. Atëherë do marr këto, do të nxjerr në standard output. Edhe kjo është një mënyrë tjetër e përdorshme. Dhe kjo ka disa avantazhe sepse këtu brenda kësaj unë mund të përdor edhe thonjza çifte, edhe thonjza teke, kurse kur bëj echo e vendos me thonjza çifte, aty e kam të vështirë të fus thonjza çifte brenda asaj. Edhe futem po është shumë e komplikuar. Ose nëse rrethoj me thonjza teke, aty brenda stringut e kam të vështirë të fus thonjza teke. Kurse kur përdor këtë mënyrë, tu mund të përdor thonjza çifte, thonjza teke pa problem. Atëherë, e bëjmë këtë të gjithë, atëherë dalim me quit dhe e testojmë. Ka arruar të bësh një save. Jo, ka arruar të bësh një save. Dakor, me njerë këtë pastaj. 2.w, enter. Kjo ishte që pengote, kjo si ishte që pengote. Kjo është gabim. Backup save. 2 w, enter. Tani 2 që tani e provojmë edhe një, që të shikojmë që punon prapë. Tani do bëjmë një program tjetër, po do ta bëjmë me nano se vim na lodhin çike. I përsitim këta komanda, jo të gjitha. Shumë më kollaj me shmira, se kam bërë vetë në shtëpi. Okej, në rregull. Tani do bëjmë një program count.sh. Nano count.sh. Dhe ky programi thjesht do numëroj nga 1 deri te 5. Atëherë fillojmë me thurje pikçudice /bin/bash, që është programi që do ekzekutoj këtë, dhe pastaj do bëj një cikël for I in 1.5 pikpresje do. Dhe në fund kemi done, pra e mbyllim këtë ciklin me done. Dhe këtu në mes të ciklit bëjmë echo $i. Pastaj mbas kësaj done shkruajmë edhe echo finished. I bëjmë save me Ctrl O, right out, Ctrl O, enter. Po, mund të dalim me Ctrl X dhe ta provojmë këtë program. Ctrl X dalim nga nano dhe provojmë ta ekzekutojmë këtë program. Enter. Si do ta ekzekutojmë? E kemi shkruar count.sh. Në shihet ka të provojmë edhe një herë, ose pisklash. Pas kemi gabim aty. Te harruar një vend bosh. Hap edhe një herë me nano. Po. Tek echo? Jo, tek echo do një vend bosh ajo. Basta. Po, da.
Po, atëre, Po, shkolla me rregull. Atëre, votam me Ctrl X, e provoj me pik count pik sh, do thot permission denied. Atëre change mode plus X count pik sh, e provoj prap. Tani nxjerr këto numrat nga 1 deri tek 5 dhe pastaj në fund fare kërkon finish. Tani e kopjojmë këtë count pik sh me dhe e quajmë count 1 pik sh. CP count pik sh count 1 pik sh. Dhe do editojmë këtë count 1 pik sh. Nano count 1 pik sh. Tu jam të tika. Pik, një. Pa. Ctrl O. Dhe këtu mirë është këtë brenda kjo. Këtu s'ka rëndësi, po është mirë këtë brenda. Ctrl X. Ok. Tani, pra, këtu kemi këtë ciklin for. Kjo është një ndryshore që merr vlerat në këtë range in. Këtë e kemi parë më parë, nëse e mbani mend, klapat e lakuara dhe ky range 1.5 zvendësohet nga bashki me, domethënë është një lloj si kur të shkruajmë 1, 2, 3, 4, 5. Është ekuivalente me këtë. Edhe po t'i bëjmë save dhe ta provojmë programin, edhe kjo do funksionojë. Pra, i bëj Ctrl O, Ctrl X, ekzekutoj count 1 pik sh, edhe del një lloj. Tu do një vend bosh, e para dhe e dyta, i hoqim klapat, sepse po, bëj save dhe provoj. Count 1. Provoj count 1. Po. Kjo arro me që shklapa, vërtet? E shko që dhe në klapa? Pra, kjo komanda for, ose cikli for, kështu e ka sintaksin që këtu kemi një listë të ndajon në vende bosh, edhe kjo ndryshorja i merr këto vlerat me radhë. Nuk shtetën që këto të jenë numra, mund të jenë edhe shkronja. Për shembull, unë po i zvendësoj këto me A, B, C, D. Për shembull, A vendosh D, shkruaj një dy shkronja të ndajon në vend bosh. Atëherë I-a do marr vlerën A, do bëhet eko I. Pra kjo është me shenjë do lloj, është ndryshorja I. I-a do marr vlerën D, do bëhet eko I, që do nxjerrë për. I-a do marr vlerën C, do bëhet eko I, që do nxjerrë C, e shumë e radhë. E ruaj, e provoj, edhe më nxjerr listën A, B, C, D. Pra, këtu është një listë vlerash të ndahen me vend bosh. Tu kjo ka këtë pikpresje në fund, që është pikpresja që tregon fundin e forit. Meqense dhe pastaj kemi këtë dam, që tregon se ku fillon cikli dhe ku mbaron. Ato komandat e ciklit. Dhe meqense këtë e kemi shkruar në teknikin rresht me forin, e kemi ndarë me pikpresje. Se kjo është komandë e veçantë. Po të ishte në rresht më poshtë, nuk do ishte nevoja për këtë pikpresje. Po të ishte në rresht më poshtë. Po meqense për stil, e kemi vendosur në një rresht me forin, atëherë jemi të detyruar ta ndajmë me pikpresje. Për shembull, po e bëj këtë provën,
shqipi presin dhe du e kaloj të poshtë. Pra, du fillojnë komandat e ciklit for, dan mbarojnë komandat e ciklit for. Edhe komandat janë këto, që është 81. Pra, në këtë rast nuk është nevoja që të vendos të presi, por nëse do ta vendos të du të lartë në të njëjtin rresht me forin, do ta ndaj me tik presi. Po e provoj. Edhe kjo punon. Tani dalim nga Okay. Tani dalim nga kjo Ctrl X dhe këtë count 1-shin do ta kopjoj te count 2-shin. CP count 1.sh count 2.sh. Japim count 2-shin me nanot. Dhe do bëj një mënyrë tjetër for. Pra kjo është një nga mënyrat që funksionon komanda for, që bën ciklin. Po ka edhe një mënyrë tjetër që është e ngjashme me gjuhën C ose me gjuhën Java, me gjuhët e tjera të programimit. Po e shik këtë dhe po vendos 2 klapa hapse, 2 klapa mbyllëse. Dhe këtu në mes të klapave po vendos IA me vlerën 1, presje, IA me vogël baraz se 5, pikë presje, plus I. Tani kjo është ngjashme me gjuhën C, nuk e di. Dino njëri C nga jo, as Java. Okej, s'ka rëndësi. Thjesht po e bëjmë si provë. Gjuhët e tjera programim, ajo e para ishte ngjashme me Pythonin, kjo është ngjashme me C. I ka të dyja mënyra kjo bashkë. Atëherë çfarë tregon? Kjo është vlera fillestare që merr IA. Pra IA merr një vlerë fillestare që është 1. Pastaj ky është kushti që përsëritet, do të thënë që testohet. Nëse ky kusht është i vërtet, pra IA me vogël se 5, bën këto komandat që janë brenda dhe pastaj vjen këtu që bëhet update IA. Plus 1 i shton një vlerë, i shton 1. Pra ishte 1 bëhet 2. Testohet pra, 2 me i vogël baraz se 5, po, bëhet prap eko. Vin këtu plus 1, bëhet 3. Testohet, është me vogël baraz se 5, po. Kur t'jetë 5 kjo, kur IA t'jetë 5, do bëhet eko 5, do vi këtu do bëhet 6, do testohet, nuk është më 6-a, nuk është me vogël baraz se 5-a, do të pritet cikli for, edhe do vi këtu tek eko finish. E shkruaj? Do vim ta bëjmë këtu të disa kopje. Jo, no. Këtu e, po. Është pratikamente në Ctrl O, Ctrl X e provojmë dhe këtë. Bëjtësë. Lësë count. Lësë dhe bosh, count. Po nuk e ke zërë count në kishe, edhe count në kishe, s'kajtë. Mund të bëj këtë, që është me shërë, për kopje. Edhe të të ndër njësh. Jo. Dhe shia në onë, do t'i ka vijë. Dhe Ctrl O. Ctrl O. Dhe vjen për përgën e kanë dhe. Tani. Pa ma se prova? Duhet të shkru. Në Arno, më dike shëmbull tjetër, se nuk presin do. Atere, count 2 do të kupim të count 3 CP, count 2.sh, count 3.sh. Ti be count 3.sh. E apim me nano count 3-shin.
Dhe në vend të ciklit for do përdorim një cikël while për të trimtuar këta 5 numra. Kjo do ta shihim këtu. Po, do të shihim ato. Dhe fillimisht po krijoj një ndryshore count që po jap një vlerë fillestare 1. Pastaj while kushti vendoset me klapa ndryshe, count më e vogël baraz se 5, pik presje bëj. Edhe do lëm vetëm e pa mjeshi. Kemi edhe një gjë këtu që do ta shtojmë në një. Count me vlerën këtu është echo count. Kontrolloj i bëjmë save. Nëse e shikoni, unë këtë count e kam vendosur poshtë kësaj echo, në njëjtin drejtim. Mund të vendoset edhe direkt këtu, sepse këtu e tregon kjo do dhe dan se cila pjesë do përsëritet. Ndryshe nga Pythoni, se Python është e detyrueshme që duhet bëhet me vendet bosh. Nuk ka problem. Logjikisht programi funksionon në rregull, edhe nëse kjo është kështu. Vetëm nga ana estetike, për të qenë më i lezetshëm programi, i vendosim në këtë mënyrë që të kuptohet qartë që ky count këtu është pjesë while, që është brenda while dhe përsëritet sa herë që ky kusht është i vërtetë. Pra, thjesht për arsye estetike dhe për të qenë më i lezetshëm, edhe më i kuptueshëm programi. Dhe kjo ndryshorja count këtu në bash nuk lëm vend bosh. Pra, nuk duhet të ketë vend bosh midis emrit të ndryshores edhe shenjës së barazit. As nga shenja barazi dhe kthesë do të ketë vend bosh. E ka këtë bash, sepse këto vendet bosh i përdor i ka si gjë speciale që ndan ato argumentet nga njëra tjetra e kështu me radhë. Kështu që nuk do vend bosh këtu rreth barazimit. Ndryshe nga Pythoni kështu, ose gjuhët e tjera që vendet bosh vjen edhe për të qenë më lezetshme. Këtu po e vura vendin bosh është gabim. Provojte një. Vetë atë një shkrim se kanë dhënë një gabim. Count ashtu. Shikoj aty, count me vlerën 1. Aty tek barazi, ato vendet bosh të prishin punë në bash. Në Python, ato duhen vënë edhe për bukuri, jo se janë të nevojshme për që me e lezetshme. Në rregull? Dalim, me që se e provuam, save yes. Krijojmë edhe një program count 4. TP count 3.sh count 4.sh. Mund ta shkruaj ashtu apo me siç e kam pa numër? Jo, e ke treshin, count 3.sh, count 4.sh. Po, që do të treshin nga 4 tani. Po.
Tani, në vend të pra ky është cikli while. Si punon cikli while? Ka një ndryshore që në fillim jap një vlerë fillestare. Vlera fillestare është 1. Emri i ndryshorës është count, vlera fillestare është 1. Pastaj cikli while ka një kusht. Dhe ky kusht testohet, nëse është i vërtet, atëherë bëjmë këto komanda që ndodhen brenda while. Pra, në fillim fare njëshi është një vogël barra se pesa, bet eko njësh, dhe pastaj këtu shtohet me 1. Pastaj testohet prapë, dyshi është një vogël barra se pesa, bet eko dysh, shtohet me 1. E kështu me radhë derisa count të bet 6. Kur count bet 6, është me vogël barra se pesa? Jo. Është më e madhe. Ky kusht nuk është i vërtet. Pra, meqense kushti nuk është i vërtet, ndërpritet cikli while edhe kalojmë këtu tek finish, tek rreshti tjetër më poshtë. Tani si cikli while është edhe cikli until, po cikli until e ka kushtin të kundërt. Pra, cikli përsëritet derisa kushti bëhet i vërtet. Pra, kushti është false, në fund kushti bëhet true, cikli ndërpritet. Atëherë, këtë while mund ta zëvendësojmë me until. Derisa dhe kushtin do ta kemi në krahun e kundërt. Derisa count të bëhet më e madhe se 5. Pra, përsërit derisa count të bëhet më e madhe se 5. Edhe pjesa tjetër është një lloj. Ka një ndryshore që me një vlerë fillestare, kjo ndryshore përdoret tek kushti, testohet kushti nuk është i vërtet, bëhen këto. Testohet prapë, kushti nuk është i vërtet, bëhen këto. Dhe kjo punë vazhdon derisa kushti bëhet i vërtet. Kur count bëhet 6, 6 është më e madhe, ky kusht është i vërtet, atëherë meqense plotësohet ky kusht, do pritet cikli edhe kalojmë te rreshti më poshtë. Bëjmë Ctrl O, save, Ctrl X, edhe e testojmë. Dhe këtu po ndërpresim për sot dhe vazhdojmë prapë nesër.